Të dashur dëgjues të Radio Marisë e Kosovës, qof lëvduar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet të meshës së shenjtë të së dielës së 31 gjatë vitit liturgjik ciklit C. Leximin e parë dhe psalmin e lexon Jehona Gashi. Leximin e dytë motor Irenea Lekaj, ndërsa ungjillin dhe komentin e ungjillit nga Don Marian Demaj. Hiri i Zotit qoftë me ju të gjithë. Lexim prej librit të Urtisë. O Zot, mbar bota para Teje është por si pak pluhur në peshore dhe por si një pikë vese agimi që bie në tokë. Por ti ke dhimbje për gjithçka. Pse gjithçka mundesh? Ti bën kin se si sheh mëkatet e njerëzve që ata të pendohen? Vërtet i do gjithçka është dhe surren asgjë që ke krijuar, sepse po ta kishe urryer ndonjë send, nuk e kishe krijuar. E si do të mbet në jetë ndonjë send, po të mos doje ti? Ose si do të ruante jetën, po të mos e kishe thirrur ti në jetë? Por ti i kursen të gjitha, sepse janë të tuat. O Zot, jetë dashës, sepse shpirti yt i paprishëm ndodhet në gjithçka. Për këtë arsye pak nga pak i ndëshkon mëkatarët, i ndëshkon dhe i qorton për mëkatet e tyre, që ta lën pa udhësinë e të besojnë në ty, o Zot. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyn. Le të lavdërojnë o Zot të gjitha veprat e tua. Le të lavdërojnë o Zot të gjitha veprat e tua. Do të të lartësoj o mbret hyje im, dhe do ta bekoj emrin tënd për gjithmonë e jetës. Çdo ditë do të bekoj dhe do ta lavdëroj emrin tënd. Le të lavdërojnë o Zot të gjitha veprat e tua. Zoti është vetë butësia e mëshira, i ngadalshëm në zemrim dhe plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për të gjitha krijesat e veta. Le të lavdërojnë o Zot të gjitha veprat e tua. Le të lavdërojnë o Zot të gjitha veprat e tua, e le të bekojnë shenjtërit e tu. Le ta tregojnë lavdinë e mbretërisate, le të kuvendin për pushtetin tënd. Le të lavdërojnë o Zot të gjitha veprat e tua. Për t'u shpallur njerëzve gjithë pushtetësinë tënde dhe lavdinë e madhërisë së mbretërisate. Mbretëria jote është mbretëria mshueshme, pushteti yt prej breznie në brezni. Le të lavdërojnë o Zot të gjitha veprat e tua. Lexim prej letrës së dytë të Shën Paulit apostull drejtuar Selanikasve. Vëllezër, lutemi për herë për ju që hyji ynë t'ju bëj të denjë për thirrjen e vet dhe me fuqinë e vet t'ju bëj të aftë të kryeni çdo të mirë që dëshironi dhe fen tuaj ta bëj vepruese. Kështu emri i Jezusit, Zotit ton, do të madhërohet në ju, po edhe ju në të, në sajet e hirit të hyjit ton dhe të Jezu Krishtit Zot. Në lidhje me ardhjen e Zotit ton Jezu Krishtit dhe me bashkimin ton rreth tij, ju bëjmë lutje, vëllezër, mos lejoni të merreni mendsh dhe as mos u trazoni për shkak të ndonjë vegimi kindse profetik, ose të ndonjë fjale, ose të ndonjë letre kindse të shkruar prej nesh. Thua se ja arriti dita e Zotit. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyn. Aleluja. Aleluja. Shpirti i Zotit është mbi mua, ai më shuguroi t'u kumtoj të vobegteve ungjillin dhe t'u shpall robërve çlirimin. Aleluja. Lexim i Ungjillit shenjtë sipas Lukës. Jezusi hyri në Jerihon dhe po kalonte nëpër qytet. Dhe ja një njeri që quhej Zaki, ky ishte kryetarkambledhës dhe pasanik. Dëshironte ta shihte kush është Jezusi, por nuk mundte prej popullit sepse ishte me shtat i vogël.
u lëshua vrap për para shkoj e hypi në një fik për ta parë sepse andej do të kalonte. Kur Jezusi erdhi në atë vend, shikoi përpjet dhe i tha: Zake, zbrit shpejt, sot do të vi të rri në shtëpinë tënde. Ai zbriti me nxitim dhe e pranoi plot gëzim. Të gjithë ata që pan filluan të murmurisnin, ktheu të rri të një mëkatar. Zakeu u ngrit në këmbë dhe i tha zotërisë: Ja, zotëri, gjysmën e pasurisë po e jap skamnorëve, nëse ja kam bërë ndonjë ndonjë të padrejt, ja kthej 4 fish. Atëherë Jezusi tha: Sot erdhi kësaj shtëpie shëlbimi, sepse edhe ky është biri i Abrahamit, biri i njeriut erdhi ta kërkoj e ta shërboj atë që pati humbur. Fjala e Zotit. Vëllezër e motra, e dilla e sotme porosin e ka në mëshirë që hyu ka ndaj nesh. Në leximin e parë të urtisë dëgjojmë se si hyu jo vetëm që ka krijuar çdo gjë, por ai kujdeset për to. E sidomos për njeriu që dëshiron të jetë i pamkat, i pastër, duke jetuar në lidhshmëri me të. Ndodh që edhe të ndeshkohet, por ndeshkimi nuk është aq i rënd sa nuk mund të mbartet, është qërtim për kthim dhe bashkim me hyjun. Psalmisti thret që të gjitha krijesat ta lavdërojnë hyjun, prandaj ndër krijesat më të bukura dhe të përsosura jemi ne, që duhet lavdëruar, madhruar dhe falendëruar Zotin hyj. Shën Pauli në letrën e vet drejtuar Salonikasve ju thotë që në lutje të jenë të bashkuar dhe të lavdërohet e dëshmohet emri i Zotit. Disa njerëz të asaj kohe flitin që ardhja e Zotit është afër dhe njerëzit nuk punonin asgjë e rrinin kot. Prandaj Shën Pauli thotë: ai që nuk punon as mos të hajë. Ndërsa sot dëgjojmë se si i qorton të mos besojnë në profetë rrejshëm që paralajmërojnë kinse ndonjë përfundim të botës, por të jetojmë në fe e në shpresë e në dashuri ndaj Zotit. Ungjilli sot na paraqet një njeri me emrin Zakej. Kush ishte Zakeu? Ishte një njeri judeas me trup të shkurtër që me siguri ka qenë i kompleksuar për këtë. Ky dëshiron të jetë dikush dhe të ketë rol në jetë. Po nësohet tek romakët, pushtues të Izraelit dhe natyrisht edhe armiqtë të tyre. Zakeu me këtë hap që merr krijon pushtet dhe personalitet sepse kishte pozitë, bëhet argambledhës dhe fitonte shumë, por i humb vlera edhe më tepër sepse tani bën padrejsi ndaj taksa paguesve dhe ishte me një mënyrë tradhtar i kombit, punonte për pushtuesin. Ky tani nuk ka me komplekse për shkurtësinë e vet, por prap nuk është i lumtur, sepse ka krijuar autoritet nga lakmia për të qenë dikush dhe diçka. Kështu në Zakeu nuk kishte gëzim dhe lumturi, por peshë të përgjegjësisë që nuk e kishte kryer dhe nuk e kryente si duhet. Dëgjon për Jezusin që ishte në rrethin e Jerihonit, predikimet, mësimet, mrekullitë që bënte, dhe mendon e vete ta shoh, ta njoh, kush është ai? Si që cekën me lartë ishte trup shkurtër dhe nuk ishte mundësi nga masa e madhe e njerëzve të afrohet e ta shoh, por shkon hyp në një fik, sepse aty do të kalonte. E Jezusi nga aty do ta shihte kush është ai. Derisa ky tenton të ta shihte Jezusin, Jezusi e pa edhe më mirë, e më parë e njohi vullnetin, zemrën, qëllimin e tij. Kur u afrua te fiku, Jezusi e ngriti kokën dhe i tha: Zakej, zbrit poshtë, sot duhet të jem në shtëpinë tënde. Zakeu zbrit poshtë plot gëzim. Kjo zbrit poshtë të të thotë zbrit nga krenaria dhe vetjaksia. Zbrit në zemrën tënde, në shpirtin tënd dhe për të zbuluar vetveten.
të shohësh kush je dhe nga je. Kështu, kjo do të ndihmoj të mos jetosh në sipërfaqe, por në thellësi të asaj që të bën të lumtur, e ky është Zoti. Zakeu i lumtur e pranoi në shtëpi. Farizejt në kastin, sikur se me parë, e thoshtin që pranon mëkatarët dhe rri me ta. Por Jezusi erdhi për mëkatarë, sepse mjeku nuk duhet të shëndoshve, por të semurve. Dhe ndërta ishte edhe Zakeu, i semur shpirtnisht. Zakeu duke parë vetveten dhe ndërgjegjen, duke parë mëkatet, e veta ndan pasurinë e vet, jep edhe më tepër si dëm shpërblim për padrejësi që ka bërë dhe dëshiron të shfaqsohet para Zotit. Kështu që Jezusi pas kthimit rrënjësor te këtij njeriu thotë: "Sot i erdhi kësaj shtëpie shërbimi, sepse edhe ky është biri i Abrahamit. Biri i njeriu erdhi ta kërkojë e ta shëlboj atë që pati humbur." Nga shembulli i Zakeut mësojmë edhe ne që ta pranojmë Jezusin në zemra dhe shtëpitë tona, të jetojmë siç na mëson ai, të përulemi, të hyjmë në thellësi të shpirtit ton për të zbuluar risinë e dashurisë që duhet ta kemi ndaj hyjut. Me Jezusin nuk do të jemi inferior, nuk do të jemi kurrë të kompleksuar, do të gjejmë gjithmonë në qetësinë e shpirtit. Jezusi na do ashtu si jemi, dhe të na duaj edhe më tepër nëse jemi të sinqertë, jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me të, të jemi të aftë për të pranuar mëkatet tona, që në liritë e shpirtit të ecim rrugës e tij dhe të shëlbojmë shpirtin ton. Vëllezër e motra, dje kemi festuar festën e të gjithë shëjtërve, ku kemi festuar një arrallë të panumër të njerëzve që kanë jetuar si ne, por që e kanë ruajtur shpirtin e vet të pastër dhe Zoti i ka pranuar në amshim që të gëzojnë jetën e pasosur. E ndërta pra kemi lloj-lloj njerëzish me profile të ndryshme, që kjo ditë pra e të gjithë shëjtërve na mëson dhe përkujton që të mundohemi në jetën e përditshme, të jemi vetvetja dhe të ruajmë shpirtin e pastër. Derisa sot përkujtojmë edhe ditën e burgatorëve, të parëve tanë që kanë vdekur, kanë kaluar para nesh në amshim. Janë ata shpirtra që po ndonjë mëkat të vogël ende nuk mund të jetojnë në praninë e Zotit. Prandaj kërkohet pra që ne të lutemi për ata shpirtra që sa më parë të pastrohen nga mëkatet e tyre dhe të gëzojnë amshimin. Dita e të gjithë shëjtërve dhe dita e burgatorëve dëshirojnë që më na qortue dhe më na mësue, më na tërheq vërejtjen që jeta është kaluese. Sado që të jetojmë, njeriu e ka një fillim dhe e ka një përfundim. Derisa jemi në jetë, duhet jemi të falendërueshëm Zotit që jetojmë, punojmë e veprojmë, por mbi të gjitha do të mundohemi që asgjë mos na ndaj prej dashurisë së Krishtit. Mundohemi që ta kemi një lidhshmëri me Zotin, që Zoti vërtet ta shpërblej punën, jetën tonë të përditshme. Mundohemi që më tepër të kemi dashuri ndaj Zotit, të kemi dashuri ndaj njëri tjetrit. Mundohemi që të jemi zëbërgjër dhe të jemi vërtet njerëz bujar, që ndihmojmë njerëzit që kanë nevojë për ndihmën tonë. Dhe krejt këto për janë mundësitë e mira që ne vërtet të jemi të lumtur me Zotin tash e në amshim. Vëllezër e motra, shpresoj që nëpërmes këtij meditimi të gjejmë forcë dhe energji shpirtërore me jetu si do na kërkon Zoti. Prandaj gjithë pra ju uroj ta keni një diele të bekuar, të ruan e të bekon Zoti. Qoftë due Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patët mundësinë të dëgjoni liturgjinë e fjalës, leximet e së dielës së 31 gjatë vitit liturgjik. Me ju ishin Jehona Gashi, motor Irenea Lekaj, ndërsa ungjillin dhe komentin e ungjillit e dëgjuat nga Don Marian Demaj. Ju falenderojmë të gjithë për vëmendjen dhe ju dëshirojmë paqen dhe bekimin e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.